ka kujdeset shteti me I rujt këto ambiente me qenë se jene lëvizje dhe I sheh? Jo, shteti nuk është kujdeset pas që nuk e ka as nërmen për momentin, dhe me thonë nuk ka kur farë interesimi për këto specie. Unë kam pas direkt telefonata edhe mesazhe edhe me ministrin, për që ti kam dhënë informacione për shembull kur I kemi vendosur GPS në atë kohë Leleku të Zi, që ka qenë projekti I parë në këtë Ballkanin që ne shqiptarët kemi marrë informacione se ku shtekton Leleku I Zi, cilat janë rrugët e shtektimit që I bën. Pra ka qenë një projekt shkencor, mund ta quaj lirisht bashkë me profesor Çenan Maxhunin, me disa miq të mi të tjerë, fotograf të jetës Eger. Këtë projekt e kemi bërë bashkë me Universitetin e Konstancës në Gjermani, pra profesor Volgangon kryesisht, pra kishim bojmë me njerëz serioz, jo pse ju ka tek dikujt me bëu diçka, hajde, por ishte një projekt shumë I organizuar mirë. Edhe një 2-3 herë I pranoj mesazhet e mia, më kthej përgjigje pastaj kur. Pastaj shujta prapë që duhet me bëu diçka se pas më shumë se 110 viteve shtet sa ekziston Shqipëria dhe këto troje tona nuk ishte pas ndonjëherë folet Leleku të Zi kurr. Por ishte diçka shumë e mirë për neve që mundeshim me bëu diçka me rujt atë territor, me mbrojt atë territor, sidomos kur gjendet folen në raste të tilla për speciet të cilat nuk janë po më rreth që folenizojnë tek ne, nuk kanë po gatishmëri. Herën e fundit kishim komunikimin edhe për ligatinën e Hencit ku e një informuam që aty kanë filluar ndërtime, po degradohet ai vend, hajde ne të lutem na bëjmë diçka sa më shpejt se nuk kemi vend më të mirë. Pastaj janë diku mbi 210 lloje të shpendëve që unë kam identifikuar në vendin tonë. Domthonë hala nuk ka një databazë sigurt ku mbledhen këto informacione, ku neve për shembull munden me na mbledhje vetëm se se ka edhe të tjerë që merren me fotografimin e jetës së Eger, dikush më shumë, dikush më pak, edhe që mund ta bëjmë një databazë ku me marrim informacione, pastaj bëjmë projekte siç është rasti me një bashkëpunim shkëlqyer që mund të jetë edhe me universitetin ku isha atje për të ligjëruar, mund të kishim sjell shumë lehtë mundësi e ide pafund, veç vullneti mungon.